është gjetur origjina saktë e fjalës Dodona ose Dodoni, siç i thonë në dialektin e antikës, dhe është krijuar me prapashtesën dhon, që përdoret për përbindshat, për emrat e kafshëve, gjendet edhe tek Poseidonos, Apidonos ose Apidanos, perëndia e ujit. Ka dhe kuptime të kafshëve të egra, të pemëve të egra, pra është prapashtesë fjalë formuese e greqishtes, dhoni dhe dhona për emrat femëror dhe dhonos për emrat mashkullor. Pra tema e emrit është dho, me një o të gjatë. Dhe kjo është gjetur vetëm në dialektin aolik dhe në gjuhën e Pelazgiotis ose të Pelazgëve. Është një dialekt i veçantë dhe është gjetur në një trajt tjetër, dhomater edhe dhometer, që në greqishtën e sotme do të ishte dhomitir me i, sepse eja e gjatë është bërë i në greqishtën e sotme, prandaj dhe emri Demetra është sot në gjuhën greke Dimitir, pra me i nga eja e gjatë. Tani është gjetur dhe në variantin dorik, Dhamater, për shkak të harmonisë së zanoreve, ndërsa në dialektin antik është Demeter, po ashtu për shkak të harmonisë së zanoreve. Fjalë për fjalë do thotë nën tokë, është perëndia e tokës e dheut. Dhe çuditërisht në gjuhën shqipe ka mbetur në kuptimin dhe, emër mashkullor, është gjetur gjithashtu në gjuhën tokariane Tekhan. Ndërkohë që në gjuhën shqipe është varianti i bashkëtingëllores së pazëshme tok, nga Tokan. Pra edhe fjala tok në gjuhën shqipe, edhe fjala dhometer në gjuhën e dialektit aolik, kanë mësuar të njëjtat ndryshime të bashkëtingëllores d nistore, që është bërë dh, vetëm në gjuhën greke dhe në gjuhën shqipe. Dhe sipas gramatikanëve grek, kjo ka ndodhur në shekullin e 10 të erës sonë, pra gjatë mesjetës. Pra gjuha shqipe ka qenë gjatë gjithë kohës në këto troje ku jemi ne, dhe në fakt është folur më tepër pranë zonës antikës. Atje prej nga janë përzën arbreshët, që quhen Arvanitas sot. Janë përzën nga Atika në shekullin e 15 nga grekët, vëllezërit e tyre Arvanitas. Kjo është shumë e rëndë. Pra, për shkak se u gjet gjuha tokariane, shkruar me fjalë shkronja sumere, me pllaka prej balte të pjekura në vitet 1900 para erës sonë, varianti shqipes tok është një bashkëtingëllore të pazëshme dhe të pa aspiruar. Ndërkohë që fjala dhe është me një bashkëtingëllore të zëshme dhe të aspiruar, e cila ndodh vetëm në greqishtën e antikës. Pra Demeter u bë Dimiter. Është emri i perëndisë së tokës. Është emri gjinisë femërore, do thotë nën tokë. Pra, për shkak se në dialektin aolik është gjetur dhe dhomater, edhe dhometer, nën tokë, edhe dhodhon, perëndia e tokës. Po ashtu për shkak se edhe Homeri e përshkruan që këta priftërinj Hellas, quheshin, me kuptimin karike, në mënyrë metaforike, sepse ata shtrieshin në tokë pa karike, të zhveshur, për t'i shërbyer perëndisë së tokës Demeter ose Dhodon. Pra, pikërisht për këtë përshkrim, që ata i dedikonin jetës gjatë gjithë kohës perëndisë së tokës, këta ishin njerëz të shenjtë. Sellas në Sellasia dhe Hellas në Hellasia. Sellasia është në Akean e sotme, në jug të Peloponezit, ndërsa Hellas është në qendër të Greqisë, është gjithashtu edhe në Shqipëri. Pra, përfundimisht, kjo është origjina e fjalës Dhodon, perëndia e tokës.